Sa shia gjithmonë. Okej. Luana... Deri... Do ta gjithmonë me këtë në dorë që t'jeni kaq të zjarrt. Që gjitha Chelsea në suksesit. Me çarshie është ajo që po fton një tuf burrësh në momente riprodhuese. Si qershi. Nuk është pjeshk, pa merak. Është qershi. Ora bën efektin e vet tek të gjithë ne këtu në studio. Ndërkohë tani do shkojmë për të fundit herë tek arena e brendshme, por më parë do bëjmë një gjë shumë të rëndësishme këtu që ka shumë rëndësi sidomos në këto episode të fundit që na kanë mbetur. Më duhet të hap televotimin. Votoni për fermerin që doni në fermë, sepse 4 fermerët më pak të votuar do të përballen në një sfidë individuale në takimin e ardhshëm. Kështu që votoni për fermerin që dëshironi të vazhdojë rrugtimin e tij në Ferma VIP në 5115. Gjithashtu ju mund të votoni pa limit në të gjithë botën online në webin fermavip.vikzionplus.tv. Banerin për votim online e keni të afishuar në faqe. Okej. Shkojmë tek arena e brendshme. Fermer! Po, Luana! Ha, si ju duket që sa vjen dhe paksoheni? Mua personalisht më vjen shumë keq. Ma dëgjuat pyetjen besoj. Po e dëgjuam. Mua personalisht më vjen shumë keq tash, po la unë si kur e plak. Tas flasin tash. Po pjesa tjetër? Parashikueshme, Luana, parashikueshme. Luana me leje. Mirë është më, normal. Po. Shiko, dhe më thonë, përveç se na vjen, sërzisht na vjen keq për nenën, unë për shpirë doja absolutisht të dilte ylli, por që ishte ylli që pavarësisht lojës që ndodhi, trikë që ndodhi, tha unë kisha vendos, edhe u betu në një bejë, dhe më thonë që për këtë është shumë e shenjtë, dhe s'po e përmendi, që isha të jalon, kur ndërkohë kishte mundësin, le të themi, me jo, po du më tërgu, dhe më thonë që sa i vërtet është. Nena besoj kur doli, ja falja 2 fjalë, dhe ne e dëgjuam për fatin tonë të mirë dhe për fatin e ti të keq, gjatë që ne këto fjallja kena thonë që kur garë. Luana, mundëm? Ylli? Po, unë nenes edhe këtu kur ishte ullën, e thash që unë du me lonë sfidën, nëse veç shko me dalë në sfidën e sonë, aja kënë djeni shumë mirë, edhe pasi që shkoj me undru atje, masi që dullim thash më zgjedh se unë e talo. Edhe kur dullim jashtë, aja kënë djeni që nëse është aja të prezent, femën edhe unë mashull pa dyshim që bona betë që kome talonë. Kur dola unë e jashtë, e din aja vetë, nuk i nevoj me diti. Kur dola unë e jashtë, edhe pe shot që andueli pëndrohet, gjatë që mu më ndraj, mu më dhimet nejna shumë, unë e du farë, jo pëse kom vendit tem, po kjo është loja, kështu që i uroj sukses dhe më dhimet shumë. Okej, kjo është loja, si që theti Ylli, kjo është gara, dhe pavarësisht faktit që tashmë jeni bërë familjar me njëri tjetrin në një bashkëtes jo pak muaj, do duhet të kuptoni që në fund vetëm njëri fiton. Dhe javë pas jave, ose më saktë ditë pas ditë tashmë, disa nga ju do duhet të skualifikohen nga loja. Ndaj më mirë mendoni për veten dhe forca deri në fund fitoft më i miri. Faleminderit. A kanë uri ati gjë? Uri kanë, po me sjedin që ka bërë sot, ka vendosë mos t'ja u japë. Jo, këtu ndërhy unë vetë, se sonte është natë e rëndësishme natë Bajrami, edhe ka pa diskutim dajtë. Ka shumë jeni zënë me njëri tjetin ka arruat Bajramin. Bëra, ty do t'japi medalje, po ka tjerë që në arruat. Tani, do... O Luana, i urojmë gjithë besimtarve gëzuar Bajramin gjithve. Ju a kam uruar unë të gjithve edhe për ju. Doni bukash, ja po doni bukash. Gëzuar të gjithve. Tani, qëfar do ham? Për parë të ham, t'i japim një falenderim të veçantë Oxford Hotelit, me vendodhje në zemër të Tiranës, që solli për ne këtu, jo vetëm një kuzhinë të mrekullueshme, por dhe kujdesin dhe elegancën që e karakterizon. Faleminderit për përkushtimin, shihen dhe mikpritjen që sollet këtu te ne në fermë. Faleminderit Oxford Hotel. Shumë faleminderit. Bukur fare dhe lajmërimi i fundit, duke qenë se është natë feste,
Përveç darkës, jemi shumë të mirë me ju, kemi edhe muzikë tironse. Kështu që unë ju përshëndes dhe ju përqafoj fort dhe ju ftoj të vraponi tek arena jashme. Vraponi të arena, shpejt. Dërgoni mua tek arena jashme, të përshëndes me shumë dashuri. Filloj direkt kënga, zoj përshëndesim fare. Mirëmbrëma Pajtimi dhe Elisa Struga. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Luana, mirëmbrëma. Faleminderit për ftesën. Shumë faleminderit. Faleminderit ju që jeni me ne këtu sonte. Unë jam tironse nga baba, kështu që mezi po pres të këndoj këngën e Tiranës, Pajtim. Patjetër Luana, faleminderit. Edhe një përshëndetje kam për të gjithë muslimanët gëzuar festën. Gëzuar të gjithëve dhe gati gjithë sy e veç skenash për ju. Faleminderit. Për ekipit të kampion, se që do një gjithë Shqipnia, dhe i do që t'jo Tiran, por të tonë e mbrona pami, i dhe kur si tu një pami, dhe i me mbrojt e është të vini, dua bukur si Malidini. O Tiran, i për ne e kampion, o Tiran, se për ne e zemrajon, o Tiran, i për ne e kampion, o Tiran, se për ne e zemrajon. Ishte nesha me vllaznin, se që qepët kur si pulla, janë ata që pagalushën, sa një majnot dhe gabula, janë projtë që ulloj, projtë që ta e visina, janë ata o shumë të shpit, si me garat me makina. O Tiran, i për një e kampion, o Tiran, se për ne e zemrajon, o Tiran, i për një e kampion, o Tiran, se për ne e zemrajon. Fushëson, po le visin të dha, pasoj bukur shumë të sa, ati me ma edhe e pringa, po le visin bukur zon, dhe i punën me pasa shurra, ja të shpi dhe pa për ma qëm, si marë po që të një muka. O Tiran, i për një e kampion, o Tiran, se për ne i zemrajon. O Tiran, i për një e kampion, o Tiran, se për ne i zemrajon.
kampion Dhe me paralojë zuni Se me qunat e Tirane Sot eroj që stadioni O Tiran, I për ne I kampion O Tiran, Se për ne I se rajon O Tiran, I për ne I kampion O Tiran, Se për ne I se rajon Natën e mirë! Muzikë! Qini nulli darla Dalin burat pritro